Vazhdojmë kemi live në mëngjes, në këtë moment do ndalemi tek një tematikë e cila në fakt ka qenë në fokusin ton edhe ditë të tjera, por sot ta shohim nga një këndvështrim ndryshe. Ne kemi folur për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, nisur nga protesta që zhvilluan studentët e jurisprudencës në Shkup për të kërkuar të drejtën e tyre që provimi të zhvillojë në gjuhën shqipe, sikurse edhe në fakt është e ligjëruar tashmë që për vitin 2018, edhe pse edhe marrëveshja e orit e parashikonte që gjuha shqipe duhet ishte një gjuhë që mund të përdorej lirisht, por në 2018 u zgjerua siç është edhe me përdorimin e saj në administrata dhe institucione të tjera të rëndësishme. Duket se kjo nuk po zbatohet, gjë që ka sjellë edhe një reagim masiv të studentëve të jurisprudencës dhe jo vetëm. Duhet thënë kjo sepse shumë studentë cilët i përkisin dhe universiteteve të tjera, mbi të gjitha edhe nga vende të tjera, qoftë nga Kosova apo edhe nga Shqipëria, nga Tirana, janë bashkuar protestës në Shkup dhe tashmë duket se kjo protestë nga Shkupi vjen në Tiranë. Studentët do të kenë një organizim i cili është në mbështetje të studentëve të cilët janë në jurisprudencën e Maqedonisë së Veriut për këtë çështje edhe për të ngritur zërin. Kemi kënaqësinë mëngjesin e sotëm të kemi dy studentë cilët janë nismëtar, le të themi, të këtij aksioni mjaft të rëndësishëm dhe që duhet përgëzuar. Kënaqësinë ti themi mirëmëngjes sot e kemi për Aida Turkun, e cila është bashkuar. Faleminderit shumë që je live në mëngjes dhe Seni Ceneve. Seni, faleminderit shumë që je këtu. Është kënaqësi t'ju kemi të dyve, sikurse e thash, është për tu përgëzuar kjo nisëm që ju po ndërmerrni në mbështetje të studentëve të jurisprudencës. Tashmë çështja ka kaluar më shumë se sa për provimet tek një, le të themi, zgjerim i kësaj situate në vetvete le të themi, dhe kështu po trajtohet. Na tregoni pak më shumë, ju vetëm pak ditë më parë jeni bashkuar besoj protestës në Shkup? Po. Unë kam qenë një ndër ato studentet të cilat u nisëm që në sekondën e parë me autobusin që nga Tirana për të shkuar drejt protestës në Shkup. Siç edhe i kemi treguar dhe i kemi marrë të gjithë halkat e tregimit me radhë, jemi ndaluar që të shkojmë dhe na është ndaluar e drejta që neve të protestojmë. Por neve sot vim me një kënaqësi shumë të madhe, vim me potencën që na karakterizon neve studentëve të juridikut për të mbështetur kolegët tanë me këtë kauzë dhe me gjithë dinjitetin që i takon kësaj kauze për t'u manifestuar dhe për t'i dhënë një zë, siç do t'i japim sot në sheshin Skënderbej në orën 5 pasdite. Presim kolegët tanë patjetër të na bashkohen nga Maqedonia e Veriut, po ashtu edhe nga Prishtina. Megjithatë, ndalemi pak tek mënyra se si lindi kjo protestë. Lindi për faktin sepse ju nuk u lejuat për të shkuar në Shkup dhe protestuar, apo ishte në planin tuaj për të protestuar në të dyja vendet? Përshëndetje dhe shumë faleminderit për mundësinë e dhënë. Së pari unë në vijim kolegja ka qenë pjesë e protestës në Shkup, por unë kam zgjedhur që ta trajtoj më shumë si çështje në këndvështrim krahasues kushtetues dhe nuk u bashkova gjatë protestës së Shkupit, por megjithatë jeni dieni të ngjarjeve se si është zhvilluar, se si do zhvillohet protesta. Dhe patjetër që e drejta e protestës unë mendoj që është një drejtë kushtetuese e garantuar në të gjitha vendet europiane dhe të protestosh nuk ka asnjë lloj kufizimi, aq më shumë për një kauzë siç është mbrojtja e një identiteti kombëtar siç është gjuha shqipe. Unë do doja ta filloja me faktin e trajtimit se si ka nisur e gjithë problematika për të kuptuar më shumë dhe për të kuptuar një zgjidhje të afërt që edhe studentët, po duke qenë edhe se politika e kërkon apo sot po protestohet për një kauzë shumë të madhe. Si që thatë edhe ju, që pas marrëveshjes së Ohrit, që ishte edhe ai një konflikt, gjuha shqipe u njoh si gjuhë zyrtare në Maqedoni. Në vitin 2018, ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoninë e Veriut i dha një shtys më shumë gjuhëve të tjera përveç gjuhës maqedonase, me qëllimin e aksesit dhe ofrimit të shërbimit sa më afër qytetarit. Dhe si e tillë u pa që gjuha shqipe do të përdorej edhe në institucionet zyrtare maqedonase në ato vende ku ka qenë më shumë se 20% pjesë e popullsisë shqiptare. Në këtë moment, në aktualitetin që ne po flasim, është parë një ndërhyrje për të normalizuar në mënyrë procedurale apo për t'i dhënë një mundësi më shumë procedurale gjuhës maqedonse dhe me këtë pretekst, Ministria e Drejtësisë ka ndërhyrë dhe ka thënë që nuk do të lejohen apo nuk do të zhvillohen më
për studentët aksesi që është ofruar si që mund të ishin provime në gjuhën shqipe e tjera. Pra, kjo është situata aktuale. Dhe kjo bëhet vetëm për fakultetin e drejtësisë? Në fakultetin e drejtësisë pa tjetër, sepse ata janë, në mos gaboj, kolegja duhet të plotësoj, janë nismëtarët e kësaj kauze. Dhe kam përshtypjen e kanë filluar me studentët e gabuar, sepse o e njohin studentët e drejtësisë të ligjin ose një njëri dhe... Megjithatë çështja qëndron që përtej faktit që në 2018 u vendos me ligj, siç thënë me të drejtë na e shpjegon, ka pika të cilat mbeten me boshllëqe, sa ne kemi patur mundësinë edhe trajtojmë në emision që kjo krijon atë disbalancën e të paturit një vendim të drejtë për drejtë për studentët apo jo. Brikena dhe që të gjithë që janë të mendimit që ka disa hendeqe ligjore, pa tjetër, për ligjin ka gjithmonë vënd për diskutim, për ligjin ka gjithmonë vënd për regullim, po në fakt, në bazë të gjithë studimeve, kam kolegun Seni këtu që ka shkruar një artikull të mrekullueshëm përse i përket anës kushtetueshmërisë së ligjit. Pastaj, nëse flasim për pjesën e kërkimeve të mia, me sa di unë, edhe me sa më takon mua si studente juridikut këtu në Shqipëri, Kushtetuta e Maqedonisë e vetë parashikon dhe e vetë paracakton që kanë të drejtën për të folur shqip, për të mësuar shqip, sepse janë jo pak, janë 35% shqiptarë që janë në trojet e Maqedonisë së Veriut. Kjo është e para, si që keni përmendur gjërësisht edhe ju, Konventa e Horit e përcakton në nene të cilat nuk dua që t'i cek tani për çështje korrektësie dhe prosperiteti. Gjithashtu edhe fakti që ata janë të lejuar të mësojnë në shqip, të kryejnë provimet si normalisht në shqip dhe më pas çuditërisht u mohohet e drejta që këtë provimin e jurisprudencës të mos e bëjnë në shqip, cili është ngërçi. Për mendimin tim nuk ka të bëjë shumë me aspektin procedural dhe të thellimit të procedurave ligjore apo të instancave që u takojnë pjesës së ligjit që duhet ta mirë përcaktojnë këtë. Unë mendoj që frika e vetë me autoriteteve maqedonase dhe pikërisht qeverisë maqedonase është fakti se nëse ata do të vijojnë që ta bëjnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, ata do të detyrohen që në institucionet shtetërore, aty ku punojnë këta kolegët tanë të ardhshëm, do të flitet shqip, në gjykata do të flitet shqip dhe mendoj për një shtet arbitrar si është Maqedonia e Veriut, ky është problemi kryesor. Ndërsa përsa u përket analizave të gjithë ekspertëve ligjor, patjetër ka gjithmonë vend për diskutim në pjesën e ligjit, por mendoj që shqetësimi kryesor dhe ndalimi kryesor është ky. Tani kjo është një marrëveshje që ata vetë kanë firmosur dhe vetë duhet ta zbatojnë. Në rasti konkret, pse nuk ndodh kjo dhe nga ana ligjore, a ka le të themi të drejtë Shqipëria të ngrejë një notë proteste ndaj kësaj? Ashtu si që përmenda, drejta për të protestuar është një drejtë e ligjë që gjithë studentët patjetër mund ngrihen të protestojnë për kauza në çdo vend demokratik, është një drejtë kushtetuese në fundit. Unë do ta cilësoja dhe do ta mbështesja atë që tha kolegja ime në kuadrin juridik. E drejta për akses qytetar është një drejtë që shteti duhet t'ja u garantoj të gjithë personave apo individve, në këtë rast edhe studentëve. Dhe nëse do të procedohet me teste të cilat nuk janë në gjuhën e tyre, pra në gjuhën shqipe, kjo do të krijonte një disbalans apo një disbarazim midis tyre, sepse të bësh një test që nuk është në gjuhën tënde, besoj është e vështirë edhe për të arritur atë rezultat që duhet. Kanë qenë të informuar paraprakisht, le të themi studentët në momentin që marrin një universitet, siç është ai jurisprudencës, që do duhet provimin ta jepnin në gjuhën maqedonase, duke qenë se edhe është gjuha zyrtare dhe institucionet, unë po bëj avokatin e djallit edhe për të parë se si po trajtohet si çështje, jo se jam pro që të jemi të qartë, po ajo që bie në sy nga ana institucioneve është që në momentin që një student jurisprudencës shkon në një zyrë në administratë dhe punon aty, duhet të jetë një njohës i mirë i shkresave në gjuhën maqedonase, për të mos patur këtu mangësi, apo jo? Duke dashur që të rikthehem pak pjesës së parë, duke qenë se kam qenë një ndër ato studente që kemi qenë aktualisht dhe eventualisht në Shkup, kemi pasur dhe diskutime të hapura dhe diskutime jashtë formaliteteve me kolegëve tanë, dhe ata janë shprehur se frika e tyre nuk është fakti i mosnjohjes së gjuhës maqedonase. Ata thjesht po e bëjnë për çështje morale, ligjore dhe të dinjitetit personal të tyre, sepse është e shkruar dhe e mirë përcaktuar nga ana ligjore që të mos bëhet ripërsëritur në gjitha instancat që lart përmenda. Pra, nuk është problemi që ata nuk njohin gjuhën maqedonas. Ata janë edhe vetë deklaruar që
urdroni, po, mund të na e bënit, na i testoni njohurit edhe në gjuhën maqedonase, por kjo nuk bëhet për çështje se ata nuk kanë njohuri në gjuhën maqedonase. Kjo bëhet për çështje dinjiteti, morale, njerëzore, sepse tek e fundit kemi në gjuhën amtare të tyre, diçka që është përcaktuar këtu e shumë vite më përpara dhe sot çuditërisht i mohohet si e drejtë. Po shkon në drejtim po, se ne në drejtim po shkon kjo çështje se tashmë edhe ngritja e zërit besoj jo vetëm në Maqedoni, por edhe aty ku ka shqipfolës dhe në zona të tjera, unë përmenda Kosovën, Shqipërinë, po edhe më gjerë kam parë që është reflektuar si mbështetje, që nga fakti që ka patur edhe le të themi këngëtare të njohura që kanë mbështetur protestën edhe gjuhën shqipe, do thotë që ka marrë një vëmendje të shtuar. Përveç gjithë kësaj pjese, unë do doja të përmendja edhe faktin që dhe të ndalesha pak te pyetja që ju sapo më bët. Justifikimi që ka ardhur nga autoritetet maqedonase ka qenë ai tipit që është bërë kjo lloj ndërhyrje që gjua zyrtare maqedonase ose ajo procedurale siç e thon ata të njihet dhe të përdoret më shumë. Dhe me këtë justifikim ka arritur që të gjejë një hapësirë edhe të ndërhyjë edhe te studentët. Po duke qenë se është identitet dhe si i tillë nuk është mohuar historikisht dhe në vijimësi, atëherë patjetër që studentët zgjodhen mënyrën më të mirë, më demokratike të mundshme, më europiane, që ishte ajo e protestimit, edhe si e tillë shoh që dita ditës po merr për masa për të cilat besoj do të kenë rezultat dhe do të japin një zgjidhje. Ne sot në Europë kemi modele shumë mira. Modele në Belgjik, për shembull, përdoren disa gjuhë, në Zvicër përdoren disa gjuhë. Po që ishte edhe pjesë e studimit të shkrimit të mëseni, pjesë e studimit të shkrimit tim dhe do ndalem në një pjesë. Po e përgjithshmja është kjo që autoritetet nëse do kenë vullnetin, patjetër që mund të japin një zgjidhje dhe të ngelen të respektojnë marrëveshjen e Ohrit. Qartë, mirë, a i da ndalim pak tek protesta ditën e sotme, si është parashikuar të zhvillohet ajo? Tani si fillim neve presim me shumë kënaqësi kolegët tanë, të cilët për të mos qenë dhe për të mos mbetur në shifra modeste, po besoj do të mblidhen diku te 100 kolegë tanë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që do të vinë në pikën kufitare. Po ja uroj publikisht në fakt që udhëtimit u shkojnë mbar, të vinë pa peripetësi, siç nuk duam neve që ata të vinë, se e pam se çfarë ndodhi për ne në momentin që donim që t'u bashkonin protestës së tyre. Do të mblidhemi që të gjithë target grupet e gjitha universiteteve këtu në Tiranë. Kemi një gjithë përfshirje që për mua është i dritë jeshile qoftë për të drejtën qytetare, po qoftë edhe për unitetin studentor, që neve po të regojmë edhe patjetër për te i dashamirësisë dhe gjithë kauzës për cilën jemi ngritur. Siç e thash dhe siç është lajmëruar me të madhe gjatë gjithë këtyre ditëve, në orën 5 do të mblidhemi që të gjithë në qendrin në sheshin Skënderbej, më pas do të marshojmë në formën tonë paqësorë, me thjesht me manifestime apo me pankarta drejt të ambasadës Maqedonisë në Shqipëri. A është një organizim që bën vetëm Fakulteti i Juridikut? Me sa di unë janë bashkuar edhe studentët e Universitetit të Arteve. Bëhet fjalë për të njëjtën protestë apo janë të veçuara? Në fakt, unë thjesht dua të përmend faktin që duke qenë se që nga dita e hënë e shkuar, e javës së shkuar, kur ishte protesta në Maqedoninë e Veriut, kam qenë një prej atyre iniciatorëve kryesore që mi marrë për të projektuar dhe për të ideuar këtë protestë. Iniciativa le të themi le të mbetet emblemës së Fakultetit të Drejtësisë, sepse pjesëmarrja është më e lartë nga ne, por ideja qëndron se kemi dhe universitetet e tjera, Universitetet e Shkencave Sociale, kemi Universitetin e Shkencave Mjekësore, kemi universitetet që gjithë publikët, po ashtu ne janë bashkuar edhe universitetet private. Dhe kjo nuk është një protest vetëm e studentëve, ne shpresojmë që të jenë shumë qytetarët, edhe ata të cilët le të themi mund të jenë tashmë në punë dhe e kuptojnë rëndësinë e kësaj çështje që të bëhen pjesë e kësaj proteste. Mendoni që do të jetë një protestë masive, besoj apo jo? Patjetër që përveç numrit, unë më shumë mendoj që kjo do jetë një protestë efektive, do jetë një protestë që do të tregoj vlera demokratike se si mund protestohet për një kauzë shumë të drejtë nga gjithë grupi studentëve, për të treguar pse jo edhe një shembull shumë mirë se si mund të arrish që të protestosh për një kauzë siç është ajo e identitetit kombëtar gjuhës shqipe. Nga bisedimet që keni me kolegët tuaj në Shkup, si duket situata, janë ata drejt zgjidhjes së kësaj çështje? Në fakt ata deri diku e kanë marrë atë dritën jeshile për cilën po presin kaq shumë dhe po lobojnë kaq shumë në gjitha format e tyre të mundshme. Po në fakt nuk më vjen mirë nga diçka tjetër, sepse irritimet nga autoritetet maqedonase vijojnë. Nga burimet e mia personale dhe komunikimet me kolegët e mia atje, kam marrë vesh
që në kohën kur autoritetet maqedonase kanë marrë vesh që ata do t'jenë për krah nesh në këtë protest që do zhvillohet sot në Tiranë, kanë filluar kërcënimet e telefonatat për të intimiduar dhe për të mos ardhur ata për të mbështetur nga ana jonë sot këtu fizikisht, sepse moralisht dhe virtualisht janë gjithmonë. Nuk besoj se ata do të friksohen ndaj këtyre intimidimeve, kanë treguar që janë sy pa trembur, kemi parë në fakt edhe protestin që kanë zhvilluar pikërisht në Shkup, të shumë ka qenë shqiptarë që janë bashkuar, zemra mal në mënyrën se si ata kanë protestuar. Megjithatë, nëse do daleshim pak tek studimi edhe tek mbrojtja jote e diplomës, çfarë të shtyu të shkosh drejt kësaj kauze dhe për të përfaqësuar pikërisht këtë lloj tematike? Unë akoma jam në vitin e 2 të fakultetit drejtësisë, po duke bërë lëndë me zgjedhje, kam zgjedhë lëndë kushtetuese të krahasuar për të ngritur një nivel studimi akoma më krahasimor lidhur me vendet e tjera europiane përsa i përket legjislacionit apo zhvillimit se si shihet në një nivel krahasimor. Edhe si e tillë, meqense është një çështje shumë aktuale, mendoj që patjetër që ne duhet të marrim modelet më të mira europiane për të arritur që të japim edhe një zgjidhje konkrete gjithë kësaj çështje. Unë e ceka pak më parë këndvështrimin historik, sepse që aty duhet të fillohet për të ditur thelbin e gjithë problematikës, dhe tani dua të ndalem pak tek një zgjidhje e mundshme cila mund të jetë. Në nivel krahasimor, modeli belg është modeli më i suksesshëm për mendimin tim. Në Belgjik njihen 3 gjuhë, frëngjisht, hollandisht edhe gjermanisht. Dhe sistemi belg njeh parimin e proporcionalitetit. Pra, ata thonë që nuk cënohet përdorimi as i gjuhës frenge, as i gjuhës gjermane, as asaj të hollandishtes. Dhe në këtë lloj mënyre, shteti belg u ofron garanci të drejtë për drejtë të gjithë studentëve apo qytetarëve për të zgjedhur në rast se për shembull 20% e studentëve janë më shumë të folës apo ju përkasin një identiteti tjetër, në këtë moment shteti belg u ofron akses të gjithë qytetarëve, jo vetëm në universitete, por edhe në administratë. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të njëjtën gjë kanë. Ata e thonë edhe në përshkrimet e tyre, nuk e kanë problem, fliten shumë gjuhë të ndryshme dhe në rast se një qytetar apo një student ka nevojë për akses, ata janë të detyruar të japin akses sepse kjo është një drejtë e pamohueshme. Po dhe këtu po flet për një qytet evropian, Po flasim për patjetër për qytete. Tani ne duam që të ndjekim rrugën europiane se ku më mirë se nga ne studentët mund të vinë parime europiane edhe të drejta. Gjatë ky aksion i studentëve të jurisprudencës në Shkup, por patjetër edhe me ndihmën tuaj, edhe me duke u bërë zëri le të themi studentëve në Shqipëri në mbështetje të tyre, është një hap mjaft pozitive dhe për treguar forcën që mund të kenë studentët. Ne ju falenderojmë shumë që ishit live në mëngjes, urojmë që kjo mbështetje e juaja fillimisht të jetë edhe më e gjerë sot në protestën që do të zhvillohet, kështu që shpresojmë të bashkohen sa më shumë. Patjetër. Nëse më lejoni patjetër një mesazh shkurtër për ta mbyllur ndoshta dhe hapësirën mediatike për sot, se duam që ti intensivojmë më shumë organizimit protestës në orët në vijim. Doja të thoja që uroj që sot të tregojmë një shembull të qytetarisë europiane, të tregojmë një lobim dhe një tubim paqësor studentor të standardeve po ashtu europiane. Uroj që të dalë shumë produktive dhe të jetë diçka e cila do të jetë thellësisht e denjë edhe për karakterin e kauzës për cilën ngrihemi. Uroj që edhe çdo gjë që do të lobohet dhe çdo gjë që neve do të intensivojmë aty në ato sheshe proteste dhe në ato fjalime, të mos ketë bëj as pak me unin personal të askujt. Neve thjesht jemi në mbështetje të kolegëve tanë Maqedonas, kauza është e tyre, as edhe një lloj përfitimi personal në kurrizë të vuajtjeve të atyre kolegëve shqiptarë në Maqedoni. Uroj që të jetë diçka që neve tregojmë denjë si shqiptarë, si radhë herë ndoshta mund ta tregojmë me keqardhje, dua që ta them këtë, që të bëjmë diçka për të mirën e përgjithshme dhe jo vetëm për unin personal. Në orën 5 para ku do të bëhet në sheshin Skënderbej. Në orën 5 në sheshin Skënderbej, shpresojmë të bashkohen sa më shumë qytetarë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi vërtet. Ne shkëputemi për publicitet dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.